fondi garancive i Bashkisë Tiranës me këtë bankë ishte 1 milion euro, dhe tashmë po fillojnë efektet, me 7 parat, 50 janë shqyrtim, shpresoj dhe 150 tjera të vinë sa më parë, por brenda shkurtit, Bashkia Tiranës, në bashkëpunim me 2 institucione tjera të njohura financiare, do të hap një tjetër fond, 5 herë më të madh se sa ky që kemi në operim. Dhe që uroj që do të pesfishoj shansat që tashmë ekzistojnë për të rinjtë e Tiranës, për sipërmarrësit e rinjtë të Tiranës, që të zgjerojnë bizneset ekzistuese apo të nisin bizneset e tyre të reja, duke kontribuar në një Tiranë që vazhdon të sfidoj klimën e përgjithshme negative ekonomike në rajon dhe me gjërë, në një Tiranë që siguron zhvillim ekonomik, në një Tiranë që siguron punësim dhe nëpërmjet punësimit mirëqenie për qytetarët e saj. Angazhimi ynë si bashki do të vazhdojë të jetë i fortë. Ne e dim që s'mund zgjidhim çdo problem. Ne e dim që nuk mund bëjmë gjithçka, por diçka mund bëjmë, diçka po bëjmë dhe jemi gati të bëjmë më shumë.